Pse ka tendencën me mëlçia me pas këtë diamosin e tepër? Diamosin, po ka dhe shumë faktorë, si tash edhe më herët. Përveç këto qejceka, vjen mandej edhe për shembull alkoholi. Edhe alkoholi është zakonisht mëlçia, problemet me mëlçi paraqiten tek mosha 40 deri në 60 vjeçare. Mirë po tash alkoholin e konsumojnë edhe moshat shumë të reja, po nuk kemi një kontroll ashtu. Atëherë edhe problemet e mëlçisë, domethënë vijnë prej alkoolit, vijnë prej ushqimeve me shumë yndyrë, me ushqime prej yndyrave jo të shëndetshme. Mirë po edhe një faktor shumë i madh është mbi pesha dhe obeziteti. Kur të gjitha organet fillojnë të dhjamosen, kur kemi një person obez, atëherë edhe mëlçia fillon të dhjamoset dhe aty pikërisht fillon të humbë edhe funksionin e saj. Atëherë simptomat janë të ndryshme nga ato të cilat i ndijmë, për shembull në pasqyrës klinike, mirë po janë edhe ndryshojnë edhe parametrat, ndryshojnë për shembull yndyra në gjark, yndyrat e mira, bilirubinat, krejta me radhë. Kështu që për një jetë më të shëndetshme duhet të kemi një funksion të mirë të mëlçisë, mirë po asaj duhet ne ti kontribuojmë me anë të ushqimeve tona të cilat i konsumojmë. Si thash, ushqimi është faktor shumë i rëndësishëm.